Pse gruaja dhe burri nuk bëjnë të njëjtat gjëra në shtrat me partnerin e tyre sa herë janë me dike jashtë martesës? 1. Sepse jashtë martesës nuk ka përgjegjësi, vetëm epsh. Kur je me dike tjetër, si e nën, si e baba, si e partner që ndan faturat, streset dhe jetën. Je thjesht mashkull apo femër që kërkon ndjesi të papërmbajtshme. Liria sjell guximin për të bërë gjithçka që nuk bën në shtëpi. 2. Sepse në shtëpi hyn rutina. Puthjet bëhen automatike, përqafimet të ralla, ndërsa seksi kthehet në detyrë. Ndërsa jashtë, gjithçka është emocion, mister, zjarr që digjet pa menduar pasojat. 3. Sepse në martesë, partnerët shpesh ndalen nga ndrojtja, turpi, ose gjykimi. Ndoshta do më gjykoj, ndoshta do më shoh ndryshe nëse e kërkoj këtë gjë, këto barriera zhduken me dikë që nuk ka historinë dhe barën e përditshmërisë. 4. Sepse mungon komunikimi real seksual mes çifteve. Shumë burra dhe gra nuk guxojnë të flasin për dëshirat e tyre. Jashtë, ndihen më të lirë, sepse nuk ka gjyq. Sepse nuk ka turp. 5. Sepse trupi në martesë njihet, por truri shpesh harrohet. Jashtë, gjithçka është e re. Ndaj truri ndizet. E kur ndizet truri, ndizet trupi më fort. Ironia? Shumë burra dhe gra kërkojnë jashtë atë që mund ta kishin ndërtuar brenda nëse do flisnin. Nëse do guxonin. Nëse do donin pa frikë.